Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe për t'i komentuar ato. Para se Gjesti të shkon të flen natën e mbrëmshme, u pozicionua në verandë, konkretisht pranë saunës, duke ulur një karige të bardhë dhe duke biseduar me kamerat, në mënyrë që la të kuptohet duke i dërguar mesazh Eglit. Gjesti ka folur me Eglin nga kamera duke i thënë që ri e qetë, sepse Rezarta asnjëherë mua nuk mund të më ketë brenda kësaj shtëpie. Unë po ja marroj kulaçin Rezartës, po ja bëj gati Rezartës, sepse ajo vajza më ka thënë që unë jam gati të luaj. Ku kjo vajzë dëshiron të luan me mua, po ja bëj thjesht gati Rezartës kulaçin. Ajo vajzë do të delë së shpejti nga shtëpia. Me shumë pozitivitet, me shumë energji, me shumë dashuri, Gjesti ka bërë këtë deklarat ndaj Eglit, në një farë mënyre për t'i treguar që brenda kësaj shtëpie mua nuk më ka dot asnjë njeri, por unë kam qëllimin tim për të cilin unë kam hyrë. Unë që në ditën e parë kam thënë që mes Gjestit dhe mes Eglit nuk do të ketë në asnjë mënyrë dashuri, por jo vetëm ndaj këtyre të dyve, por ndaj askujt, sepse qëllimi i Gjestit është që të shkojë parimor në sfidat mbi të cilat ai dëshiron të arrijë në jetë, dhe jo për të ndërtuar një lidhje dashurie. Shumë njerëz e paragjykuan Gjestin për veprimin që ka bërë, por në fund të ditës Gjesti ka përzgjedhjen e tij më të madhe në dorë. Gjesti ka treguar Eglit që nuk ka femër që mund t'ia marrë zëmrën aty brenda, edhe pse me Rizartën ka bërë provokime të ndryshme, por Egli duhet të rije e qetë. Gjesti e ka shijuar pafund të natën e mbrëmshme, ka bërë atmosferë, ka bërë ambient në shtëpi, banorët kanë mbajtur brinjet së qeshuri, kanë dhënë dashuri. A do të ketë Gjesti tani më shumë energji dhe a do të jetë ky Gjesti i cili po bën këto video qesharake duke i thënë Eglit që unë po marroj kulaça, dhe a do ta përdorën tash Gjesti komunikimin me Eglin nëpërmjet kamerave? Kjo mbetet për tu parë. Një strategji e lojës që realisht nuk e kemi parë më herët në Big Brother, një strategji krejtësisht e re, një strategji krejtësisht normale. Kujtoj që në natën kur Egli ka dalur me Xumin nga shtëpia, Gjesti ka thënë inshallah dalin që të dy, domethënë Gjesti gjithçka në lojë e ka parë në kuadër të lojës. Ndoshta, pasi që kjo lojë do të mbaron gjithçka, Gjesti atëherë pasi do del nga shtëpia, edhe mund ta tregon njeriu që është, edhe mund t'i tregon ndjenjat e të gjitha ato se Gjesti çfarë i ka në zemër. Gjesti në fjalimin e tij që bëri natën e mbrëmshme në shtëpi tha që ti më ke respektuar më shumë se sa duhet. Ti më ke nderuar më shumë se sa duhet, të lutem mos e bëj. Të lutem mos e bëj, sepse në këtë botë nuk duhet të respektosh kaq shumë. Këto ishin fjalët të Gjestit, por ai siç duket, Eglin e ka akoma në mungesë, Eglin e ka në zemër dhe nuk mundet dot pa ja raportuar Eglit se cila është loja e tij e radhës. Domethënë i vetmi komunikim tani që Gjesti do të bën me Eglin është vetëm nëpërmjet kamerave. Edhe pse Egli doli nga shtëpia, atij është bërë fiksim ta përmendën të flet me të, ta kërkon nëpër shtëpi. Dhe realisht komunikimi me kamera, ai po e kërkonte Eglin për t'ia treguar strategjinë e tij, për t'ia treguar lojën e tij, për t'ia treguar atë planin që ai ka bërë. Në fund të kësaj videos unë juve do t'ju bëj një pyetje. A do të ketë puls Gjesti pa Eglin? Më jepni një koment për këtë, takohemi në video në radhës në kanalin Monitor TV.